Sot bëhet një javë prej ditës ku në Kosovë ka pushuar funksionimi i kushtetutës dhe ligjit, ndërsa mbi institucionet po përpiqet të sundojnë një individ dhe një parti. Gjithë e di me 7 qershor janë mbajtur zgjedhjet, me 8 korrik janë certifikuar rezultatet, me 8 gusht ka përfunduar afati 3 ditor për konstituimin e kuvendit, dhe sot me 15 gusht kuvendi ende vazhdon të jetë i pakonstituar. Një javë jashtë afatit kushtetues, për herë të parë në Kosovë suspendohet kushtetuta dhe kuvendi me vedije për agjendën personale të një individi. Albin Kurti përmes Avni Deharit, kryesuesit të seancës konstituive, sipas moshës, jo ndonjë funksion tjetër, po e mand të suspenduar kuvendin e Republikës Kosovës. Konstituimi i kuvendit nuk të thot vetëm mohim i ushtrimit të rolit të deputetit, por edhe mohim i zërit të qytetarëve apo kërkesave dhe nevojave të tyre. Ndërkohë që Albin Kurti po mirret me kalkulimet e tij, qytetarët po e paguajnë çmimin. Kjo nuk është teori apo akuzë partijake e thotë. Jo më larg se dje lexuam lajme për mungesë të banave të rëndësishme në QKUK për pacient me kancer. Mungesa e një kuvendi funksional i lë qytetarët në mëshirën e këtyre ministrave parat që abuzojnë me paron publike e pasojat janë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Mira familje kosovare paguajnë çmime të larta për shërbime shëndetësore e në ndërkohë pasurojnë individ e kompani të afërta me pushtetin. Kriza e njëjtë është në energji, ku miliona e miliona euro nga xhepi i qytetarëve janë duke shkuar direkt në xhepat e kompanive të afërta me pushtetin. Kriza e njëjtë është në arsim, ku asnjë projekt për përmirësimin e cilësisë së arsimit apo digitalizim të arsimit nuk është duke ndodhur. Kjo tani është Kosova. Kjo është Kosova e krizave shumë vjeçare të Albin Kurtit. Çdo qytetar sot, kudo që ku flisni me ta, janë të bindur që krizat janë duke dobësu Kosovën. Përpos Albin Kurtit, i cili sillet kinë se çdo gjë është normale dhe punët janë duke shkuar mirë. E tash ai e futi Kosovën në krizën e re nga shkelja e afatit të përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Natyrisht me të njëjtin mentalitet, ata po shpërfillin edhe rregulloren e kuvendit dhe detyrimin për vazhdimin e seancës konstituive. Dje e gjithë Kosova e pa kontrastin. PDK ishte në sallën e kuvendit për herë të tretë. Ne erdhëm, ata nuk erdhën. Ne kërkuam kuvend funksional për gjithë partitë politike. Ata zgjodhën bllokadën. Ne kërkuam kushtetutën, respektimin e saj. Ata po vazhdojnë me kalkulim politik e partijak. Sot dua t'ju njoftoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës i ka dërguar sërish kërkesë kryesuesit seancës konstituive zoti Avni Deharit, që të raz vazhdimin e seancës konstituive për nesër me 16 gusht. Ta rikthejmë rendin kushtetues në Kosovë. Ta thrasin seancën, ta propozojnë kryetarin e kuvendit dhe ta konstituojmë kuvendin e Republikës Kosovës. Nuk mund bëhet asnjë hap përpara duke ecur jashtë kushtetutës. Por në njëjtën kohë Kosova nuk mundet mbetet peng i Albin Kurtit pafundësisht. Nuk do të pranojmë, nuk do ta normalizojmë një sjellje të tillë dhe nuk do ta lejojmë. Prandaj zoti Kurti, e janë kuvend. Thirrni seancën. Mos ik, mos u fshef pas Avni Deharit. Konstituoje kuvendin, respektoje kushtetutën e Republikës Kosovës. Kërkesat tona janë që Kosova të jetë shtet ligjor, e jo shtet që i bindet mentalitetit të ndonjë pushteti. Logjika që nuk respektohet ligji për pushteti është mentalitet i bandave. Ai mentalitet s'ka vend në Kosovë. Është importuar dhe duhet çrënjoset. Nëse një pushtet rrezon kushtetutën në një vend, ai vend s'ka më siguri juridike. PDK është kundër rënimit të sistemit ligjor dhe instalimit të mentalitetit bandave që funksionojnë jashtë ligjeve dhe kundër ligjeve. Prandaj jemi duke mbrojtur kushtetutën, sepse kur bie akti ligjor më i madh në vend për interesin e një njeriu, interesin financiar dhe politik të një grupi, atëherë të gjithë mund të zgjohemi nesër në një shtet ku nuk jemi të sigurt, atëherë mund të jetë vonë.
Prandaj veprimet tona janë për shoqërinë. Ne do të mbrojmë kushtetutën, kjo nuk është betejë PDK-s për PDK. Kjo është betejë PDK-s për ju, për gjithë qytetarët, kushdo që jeni, pa marrë parasysh çfarë bindje keni. Kosova është e juaja, e jonja. Kushtetuta është e Kosovës, e juaja, e jonja. Na takon gjithëve ta mbrojmë, e PDK është vendosur në vit të mbrojtjes, në vit të parë të mbrojtjes së kushtetutës. Faleminderit shumë.